Bashkia Shkodër ka nisur një aksion të rëndësishëm pastrimi në kolektorët e Onazës perëndimore të qytetit. Përgjegjësi i sektorit të ujitjes pranë bashkisë Muhamet Muça bëri të ditur se ndërhyrja është përqendruar në hapjen dhe pastrimin e 4 kolektoreve nga zona e Xhabijes deri në fund të lagjes Dobraç. Sipas tij, këta kolektorë nuk ishin pastruar asnjëherë më parë, çka kishte krijuar probleme të vazhdueshme me evadimin e ujrave të bardha, veçanërisht gjatë reshjeve. Para disa ditë ne pastruam kolektorin të pjesa mas prokurorisë, që kap linjën e ujrave të bardha të pjesës të Xhabijeve dhe deri në Parruc. Sot po punojmë këtu në pjesën e kolektorit, që ka pjesën e Nocës dhe pothuajse pjesën më të madhe të qytetit të Onaza perëndimore. Kjo është i veçantë sepse është një kanal i cili pothuajse nuk është pastruar ndonjëherë, me që këtu ka shetje 70 vjeçare, edhe do kalojmë sipër pjesës të Onazës perëndimore. Pasi duke pastruar dhe pjesën sipër deri te pjesa e familjes dhe Onaza e vogël e qytetit, ne do i bëjmë një shtrim jashtëzakonshëm pjesës të qytetit Shkodrës. Hapja kolektorëve është lirimi nga ujrat e rreshjeve të qytetit Shkodrës. Pasi ne kena vure shumë mirë që në qoftë se këto kolektorë nuk pastrohen, me një rreshje shumë vogël ato kuptohet që në qytet mbizetron pjesa e ujrave mbi rrugë dhe kudo. Këto janë 4 kolektorë. Ne jena këtu te kolektori i tretë. Do vazhdojmë edhe kolektorin tjetër që ka zonën pjesën Dobraç, pjesa Semetes, edhe shkon deri në liçe. Ndërhyrja aktuale synon të zgjidhë përfundimisht këtë situatë duke përmirësuar ndjeshëm sistemin e kullimit për një pjesë të madhe të qytetit. Njëkohësisht bashkia ka avijuar me hapjen dhe pastrimin e kanaleve kulluese në disa njësi administrative të Shkodrës, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës ujitëse dhe mbështetjen e bujqësisë në këto zona. Këto ndërhyrje janë pjesë e një programi më të gjerë për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe zhvillimin e sektorit bujqësor në territorin e Bashkisë Shkodër.